28 vjeçari shqiptar Bekim Halilaj me origjinë nga fshati Bica i Kukësit u gjeti varur në një tabelë në qendër të Brukselit, ngjarje që tronditi opinionin publik. Fillimisht skena u ngatrua nga kalimtarët me dekorime për Halloweenin, derisa policia bëri identifikimin. Halilaj kishte emigruar fillimisht në Angli dhe më pas në Belgjik, duke kërkuar një jetë më të mirë. Megjithatë, ai ishte përfshirë në trafikun e kokainës, pjesë e një grupi të arrestuar në 2017, ku ju gjetën miliona pound drogë dhe 10 kilogram kokain. Ai u dënua në Angli me 7 vite burg dhe pas lirimit u rikthye në aktivitet në Belgjik. Gazetari Artan Hoxha theksoi se ekzekutimi i tij ishte një mesazh i fortë mes grupeve rivale, pasi mendohet se është humbur një ngarkesë e madhe droge. Varja në publik, sipas tij, nuk ishte vetëm dëshkim, por edhe paralajmërim për kundërshtarët. Ngjarja konsiderohet e pazakontë për Europën dhe është krahasuar me metodat brutale të karteleve të Amerikës Latine, duke treguar për masat shqetësuese që ka marrë trafiku i kokainës në Belgjik.